kënaqur me këto gjëra. Spari ka një entuziazëm të papërshkruar dhe optimizëm, çka tregon se u kthye shpresa. Tek shqiptarët u kthye shpresa dhe besimi. Së dyti, kam një program se jemi marrë me pensionistet, por jemi marrë me bizneset, jemi marrë me fermerët, por themi gjë. Të gjitha këto që kam premtuar pensionistëve, rrogullëve, bizneseve, fermerëve, janë të realizueshme dhe janë të realizueshme në 100 ditë të para. Në 100 ditë të para ne pesfishojmë subvencionin për fermerin. Në 100 ditë të para ne pjestojmë me 3 çmimin e energjisë për biznesin. Vendosim tatimin, vendosim taksën e shesht. Ngrem tavanet për TVSH-n dhe tatim fitimin për biznesin e vogël. Ulim 15% TVSH-n. Por, këto janë akte transformuese në 100 ditë të para. Paga, pensione, rrogë mesatare, tatim fitim, rroga mesatare 120... Mos keni haruar dhe karburantin dhe energjinë elektrike që futen në premtimet bazike? €1.250, nafta zbret në nivelin e çmimit në Maqedoni dhe në Kosovë, pa asnjë dyshim, karta e konsumatorit për çdo qytetar. A janë të bëshme praktikisht të premtimet të gjitha për 100 ditëshën e parë? Brenda 100 ditëve. Zoti Berisha, dhe pyetja që më vjen ndërmend automatikisht. Karta dhe tjetra, lista italiane e barnave të rimbursueshme. Lista italiane? Lista italiane, do merret lista e rubrikës italiane, siç e ka, se ato janë botror, nuk janë, do merret ato ilaçe që paguën shteti italian, qytetarët e vet për mjekim, ato ilaçe do paguajë shteti shqiptar për mjekim. Zoti Berisha, kjo është memorie televizive dhe në fakt këto janë premtime ambicioze për 100 ditën e parë. Në fakt do realizohen në absolute 100 ditë e para. Pyetja ime është, mos ndoshta ju sfidon dhe bind njerëzit Edi Rama me pasaportën europiane kundrejt gjithëtyre premtimeve për 2027-ën? Pasaporta europiane e Edi Ramës është identike me premtimet e një personazhi të Viktor Eftimiut në komedinë e tij Fundi i botës. Ky është një tregtar i ngrat, kështu kopras shumë, që lëshonte 100 ark, por se u lidh me një fallxhesh. Dhe fallxhesha si thush, e hutoj atë shumë. Edhe filloj t'i besoj fallxheshës në çdo gjë. Një ditë fallxhesha i thotë se me datën 21 gusht Azam do jetë fundi i botës. Do përfundoj çdo gjë, s'do jemi më. Edhe ky tani fillon premtimet. Të gjithëve i thriste këtë me datën 21 gusht do kesh të gjë, dhe ky u bë një personazh famoz kudo. Po premtonte për ditën e Kiametit. Edi Rama po premton të gjitha në vitin 2030 në një kohë kur ai dorëzon pushtetin me datën 12 të vitit 2025, 12 maj. Kush është fallxhesha që e bindi Edi Ramën, zoti Berisha? Kush është fallxhesha që e ka hutuar dhe bindur Edi Ramën?